Shoqata Pavarësia në Stuttgart të Gjermanisë kishte mbledhur emërgjimtar për të kremtuar 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ekipi i emisionit Linja Shqip ishte prezent për të ndjekur nga afër ngjarjen në fjalë. Programi filloi me interpretimin e 2 himneve, kombëtar dhe shtetëror. Moderatorët e këtij manifestimi, Blerim Aliu dhe Ardita Gashi, në hapjen e manifestimit i ftuan të pranishmit që të ngriten në këmbë që me 1 minutë heshtje të nderohen ata që dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Grupi i ansamblit Pavarësia interpretuan valle të ndryshme shqiptare, por ajo që ishte më e veçanta e që simbolizonte këtë ditë ishte vallja e pavarësisë. Pas interpretimit të 2 valleve, fjalën e mori kryetari i shoqatës Pavarësia, Gjevdet Syla, i cili ka uruar të pranishmit për nder të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kam nderin që në emër të shoqatës Pavarësia t'ju dëshiroj mirëseardhje në këtë mbrëmje festive ku jemi bashkuar ta festojmë 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës,
Ta kujtojmë këtë datë rëndësishme që i dha kuror përpjekjeve shekullore të popullit shqiptar të Kosovës për të jetuar i lirë e i pavarur në tokën e vetë. Por shënimi i kësaj dite për ne do të ishte i zbet pa pranimin e juaj kaq të madhe të dashur bashkëdhetarë. Por edhe po të mos kishim në mesin tonë miqë dashamirë që i japin madhështi kësaj mbrëmje. Për të nderuar të pranishmit kishin ardhur edhe përfaqësues të konsulatës së Republikës së Kosovës në Stuttgart. Konsuli Besnik Miftaraj ka falenderuar ansamblin Pavarësia që siç thaj po kontribuon në ruajtjen e kulturës dhe traditës, ndërsa ka folur për përpjekjet e Kosovës që nga vitet e 90-ta e deri te shpallja e pavarësisë. Ansambli Pavarësia e ka një veçori për arsye se është gjenerata e dytë e tretë që po krijojnë vetë koreografi, po shtrohen vetë, edhe në këtë drejtim Blerimi dhe Fatjoni janë të bërë një punë mrekullueshme si gjenerate e re e koreografitë e tyre dhe që po i sjellin edhe fëmijë të tjerë të ri, domethënë siç janë këta djemtë dhe këto vajzat e reja këtu, dhe kjo meriton një respekt veçantë se kështu ruhet kultura dhe identiteti jonë kombëtar edhe tek gjeneratat e ardhshme. Pavarësia e Kosovës ka pas sfidat e veta, po filloi tek sensibilizimi i çështjes përmes lëvizjes pacore të viteve 90-ta, të cilës i priu presidenti Ibrahim Rugova, por e pam që lëvizja pacore ndaj agresorit nuk ishte mjaftueshme dhe nga populli lindi ushtria çlirimtare e Kosovës në krye me komandantin legjendar Adem Jashari dhe fal luftës sonë të shenjtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe gjakut të derdhur për liri të dëshmorëve, martirëve, heronjve tanë, edhe bota civilizuar ndërkombëtare sensibilizuar për çështjen e Kosovës dhe me bombardimet e NATO-s ndaj Serbisë tregoi për kushtimin dhe mbështetjen përfundimtare për Kosovën, për popullin shqiptar. Dhe për këtë, ne si institucione, ne si shoqëri shqiptare jemi mirënjohës dhe falënderues shtetit përkrahase të NATO-s, SBA-s, BE-s, Gjermanisë konkretisht. Dhe në këtë drejtim të them edhe një fjalë, mbështetja e Gjermanisë nuk është e rastishme. Fal angazhimit tuaj, sensibilizimit të çështjes së Kosovës në çarqet më të larta në Gjermani, ju bashkëdhetar të dashur, fal këtij angazhimi që keni bërë ndër dekadat, Kosova ka arritur që ta gëzon mbështetjen e Gjermanisë. Edhe fal integrimit tuaj që keni në shoqërinë gjermane, në institucionet gjermane, fal kësaj pune tuaj të madhe, ne kemi shumë letë sot që të komunikojmë. Edhe një fjalë për tham raport me kontaktet e rregulla që kemi me autoritetet gjermane, takimet e rregullta, flitet në vazhdimsi për një sukses, për një shembull të suksesit të integrimit të shqiptarëve në Gjermani nga gjitha çarqet të zyrtarëve gjerman. Dhe për këtë ne ju jemi mirënjohës dhe vetëm mund t'ju bëjmë apel që të vazhdoni të integroni në jetën shoqërore, kulturore, sportive, politike, edhe ekonomike dhe në gjitha sferat. Kështu që vetëm vazhdoni integroni, por gjithsesi dërgoni edhe fëmijët tuaj, po e bëj prapë si çdo herë, çdo kohë këtë apel. Dërgoni fëmijët tuaj në shkollën shqipe, për arsye në shkolla shqipe, në ansamble, kështu e ruani kulturën, gjuhën, identitetin dhe forconi personalitetin e fëmijëve tuaj. Kështu që edhe një herë kam nderin që për këtë dekadë parë jubilar që po e festojmë sot, që është sot para 10 viteve që kanë nxjerrë emocione të veçanta tek ne, t'ju uroj festën e madhe 10 vjetorin e shtetit tonë të Republikës së Kosovës, shtetit tonë të dashur, dhe shpresojmë dhe besojmë që dekadat e ardhshme do të jenë dekadat e zhvillimit ekonomik dhe të mirëqenies qytetare dhe me sukses edhe më të mëdha
edhe pse këtë dekadë Kosova ka shënuar suksese të mëdha, duke u prezantuar në arinë ndërkombëtare dhe së fundmi kemi qenë shumë krenar me prezencën në lojrat olimpike dimrore për herë parë, që jemi ndi shumë krenar që flamuri ynë ka valu krahas shteteve tjera. Urime edhe një herë 10 vjetori i pavarësisë Kosovës, zuar dhe festoshëm për shumat. Faleminderit. Në këtë ngjarje e pranishme ishte edhe përfaqësuesja e Ministrisë së Kulturës Baden-Württembergut dhe kryetare e shoqatës Edukim pa kufi, Kerstin Zielosko-Labonte. Në fjalimin e saj, drejtuar të pranishmeve, tha se i vjen mirë që është sonte këtu për të festuar me ju këtë ditë. Projekt mit dem Kosovo begleiten darf. Wir haben am Anfang angefangen. Sot në mëngjes isha pjesëmarrëse në ceremoninë e mbylljes festive të Akademisë së 8 të Kulturës të Fondacionit Kinderland Baden-Württemberg. Do të më pyesni tani, çfarë ka të bëjë me Kosovën? Akademia e Kulturës promovon të rinj, ajo i inkurajon ata, hap rrugë për ata që të na tregojnë mënyra e shtigje të reja me entuziazëm, përkushtim dhe talent. Po, kam parë shumë të rinj këtu dhe jam gjithmonë e përfshirë me të rinjt në punën e tyre të përditshme. Kështu që është një nder dhe angazhim për të bërë të mundur që të rinjt të trajtojnë gjëra të reja. Që prej 5 vjetësh unë drejtoj projektin me Kosovën, fillimisht me shkollat, tani shtrihet tek studentët, mësuesit që punojnë së bashku dhe vizitojnë njëri tjetrin. Nga ana gjermane, njerëzit sjellin me vete shumë kujtime të bukura, nga ana kosovare gjithashtu. Jam e lumtur që në të ardhmen do të bashkëpunojmë me shoqatën shqiptaro-gjermane Pavarësia, ku janë menduar edhe projekte konkrete. Më vjen mirë që konzulli Miftaraj ka premtuar të pret dhe mirëpret studentë nga Kosova, Moldavia, Franca dhe Gjermania në prill të këtij viti. Ju dëshiroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme. I inkurajoj të gjithë që të mbështesin të rinj, të sigurojnë një mjedis të mirë për ta që të shkojnë në rrugë të reja, sepse ata janë zemra e shoqërisë sonë dhe do të na sjellin përpara vitet e ardhshme. Kryetari i shoqatës Zoti Syla në këtë manifestim nuk ka lënë anash pa u rikujtuar të pranishmeve shkurtimisht rrugtimin e Kosovës deri në shpalljen e pavarësisë dhe rolin e shtetit gjerman. Shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 është kurorëzimi i përpjekjeve një shekullore të shqiptarëve të Kosovës për të jetuar të lirë dhe të pavarur në tokën e vet. Sa është e dhimbshme kjo histori, aq e lavdishme është edhe sakrifica dhe guximi i Adem Jasharit, Zahir Pajazidit dhe shumë bijve e bijave të bashkuar rreth ushtrisë kombëtare të Kosovës për t'i dalë përballë shfrenimit të regjimit serb në mbrojtje të popullit paqëdashës shqiptar, që vite me radhë me rezistencë pasore të udhëhequr nga Ibrahim Rugova, po synonte të ndërtonte lirinë e të drejtën e vet për vetësi e barazi në botën e lirë demokratike. Thot një fjalë e urtë, mik është ai që në errësirën e problemeve tua është në gjendje të ndezë llampën e shpresës. Dhe ishte bota demokratike me shtetet e fuqishme perëndimore, Gjermania njëra ndër to, që duke u vënë shërbim të mbrojtjes së vlerave njerëzore, i dhan goditjen e fundit Serbisë,
kushtluese për ta detyruar atë të largohet nga Kosova. Populli i Kosovës është përjetësisht një njohës Gjermanisë dhe aleat për ndihmor për ndihmën e dhënë. Sot e kujtojmë atë ditë të ftohtë të 17 shkurtit 2008, ku shqiptarët në gjithë globin ishin ngritur në këmbë dhe i gëzoheshin vendimit të Kuvendit të Kosovës që shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Emocionet tona atë ditë ishin të fuqishme, qysh janë edhe sot kur shteti i Kosovës po i mbush 10 vjet. Kosovë dashur, për ne që fati e deshti të jetojmë ndark teje, që për herë jemi sy e vesh hapur nga ti, ne që ëndrat dhe kujtimet i keme të pandara nga ti, që sfidat, sakrificat i ndajmë me ty, ne që në mban e në rrit krenaria me qëndresën tënde, me zhvillimin e përparimin tënd, me gëzimet e këngët tua të përqafojmë e të urojmë me dashuri. Urime ditëlindja Kosovë. Në këtë manifestim nuk munguan as recitalet e grupit letrar të kësaj shoqate. 17 shkurt në 2008, sot Kosova gjen vërtetën, me gjak shkruaj të historinë dhe sot e shvalli pavarësinë. Erdhi dita e lirisë, erdhi ora e pavarësisë, me respekt për ulemalet, Amerikas dhe prej fjalet. Ju fusha ju lëndina, gjak heronjq e heroina, në këtu vende le e rrit, gjoku juaj le bëhet rrit. Historia mbi këtë dhe ka pas njoft një Skënderbej, o kryetrimi legjendar, e janë fest me Kosovar. Me ty jemi gjithmonë në mëdhimje dhe në festime. Kosovë i zemra jonë, gëzuar pavarësia trime. Në fund, për të pranishmit pati program të pasur artistik.